si ta imitojmë njërin e Perëndimit, si të martohemi si ata, si të hajmë si ata. Njoni ha në ushqimin fund të le. Thomë, o vëlla, sunet është mos ta lënsh, se bereqeti është atje në fund. Dhe kur qesi me hangër, është mirë qesi ma pak që ta kryjmë. Mos qitë shumë të mbeset fuget, se në Islam ka ekonomi. E ne pastaj, kur bëjmë dua në fund, mas i ham, bëjmë dua. Diçka thomi, hani, pini, mos e teproni. Po dësh në fillim me thonë, na hangrëm, pime dhe e teprum, tash mos e teproni. E kemi tepru. Pra në fillim duhet të themi, burra, hani, pini, mos e teproni. Nxerrni jashtë sa duhet, mos tepër, mos e hudhni. E njoni e leti në fund. Thash, haja se në hash, jo tha e hatha, po du ta lon se ç'kështu në Evropë e lon ka pak në fund. Ka pak e lon. Pin me dorën e majt, edhe në fund e lën pak. Tamam si në Evropë. E unë e them kjo është si në grop, jo si në Evropë. Kështu si në grop. E ne si muslimanë kemi traditën tonë. Hajmë me dorë të gjashtë, pim me dorë të gjashtë. Dhe nëse pim me të majtën, pejgamberi kur e pa njonin të pim me të majtën, tha, o djalosh, a da kurdohesh të pije maca me ty? Tha, jo, ja Resulallah. Tha, vallahi, në gotën tonë dhe ka pi shejtani, i cili është më i fliq se maca, me dorën e majtë. Tha, me të gjathën dhe çoj sunetin në vend. Pra, e kom fjalën të mos emitojmë, të mos bëhemi sikur një plak, as kish pa, as kish ndi. Dhe një ditë ju thot familjes, a be ju a keshni ndonjëherë? Thot po, thot keshim, si ju vin rendi keshim. Thot a qani? Thot po, do njëherë dhe qajmë, thot kemi keq. Thot e di shka, unë dhe ju porosit, thot, se unë as shoh se qeshni, as ndi. Pa kam qef edhe unë të solidarizohem me ju. Kur të keshni, kur të keni gzim, më prekin në krahun e gjath. Të keshi edhe unë me ju. Kur të keni keq, kur të qani, më prekni në krahun e majt, që ta di. Edhe fillun, ato kur kishin mire, prekshin edhe e keshke. Kur kishin keq, e prekshin në krahun e majt, qante. Tani u mësun fëmijët, shkojnë në prekshin, pa lidhje, prekshin kratë gjath, ajo qeshte vetë, pa djava. Tani shkon të ajtjetri, preken kratë majt, të bestak, tash keshën, tash qaj, qka u bogja. A di shka tha, a bën të mlini rahat, të qeshi kur do unë dhe të qaj kur do unë. A bën të mlini rahat. E neve unë bitën të na prek, ne na prekin kratë gjath, na duket ta më miru bo për ne. Kur vina ajtjetri, na shtërnguan kratë majt, o, taksirat u bo keq. E nëse dim ka imi të shku, duhet ne vetë disohemi. Duhet të panvarsohemi së pari në trunin tonë, në idenë tonë, në kërkesën tonë. Çka duam, duhet ta dim çka duam neve, si musliman, si shqiptar, sidomos duhet ta dim se çka duam dhe të panvarsohemi, të vetëdisohemi, të dim vetë të vendosim.